Përshëndetje me të dashur, mirë se veni të danë gjedhën analizë. Shkojnë ardhën e rodhës, Bedri Homza dhe dy ftyrësia e tina. Pse për thëmë këto miq? Sepse para dite thot diçka tjetër e mas dite thot diçka tjetër. Po për mos me diskutu unë, për mos me shpjegu unë se çka ka thonë, të ndëgjoj miq zbashku e të diskutojnë zbashku prap. Hade? Nuk ka pengesë prej neve, është e kundërta. Ne po thojmë e janë përputhje me rezultatin zgjedhor, i dhojmë vendit të institucione. Banë kryetarin e kuvendit, banë qeverinë, zgjedhën e presidentin dhe tash pas qëndrimit fundit të LDK-s, rruga është e hapur. Po me kon me bo, qeverinë e bon, kryetarin e zgjedh. Ku është presidenti? Ju kallaj po thoni bone. Po ju ku jeni? Ju pse zvotoni? Ju pse s'rrini sallë? A për ndëgjoni mi qa po thot? Bone qeverin? Zgjidhe kryetarin? Zgjidhe presidentin? Po shkojna mish? I kanë numrat, i kanë votat. Shumë e vërtet që i kanë numrat, i kanë votat për kryetar dhe për qeveri, ama jo për president, ose presidente. Jo, oj pa ftyrë, dy ftyrësh, nuk bën. Mos gënjej, shkojna miq? Po, këtë vend, edhe këti vendi, bos rezultati zgjedhor, e ka përgjegjësinë, e ka mundësinë që lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti, me dho institucione, apo... Shumë e vërtet kjo s'ka po thu. Por si që ka ky, i keni edhe ju, sepse edhe ju i ka votu populli. Edhe ju i ka votu votus të juj. Për me najtë salë me zgjedh presidentin. E jemi po pazare për president, ama një terminal, dash me ta votu. Shtiman pun që ta, dash me ta votu. Ama një autostrate në region, dash për me ta votu presidentin. E këtu nuk shkojnë të Albin Kurti. Këtu është problemi juj. Shkojnë amiq? Me mojt vendin në vakum institucional, ma letë morën vesh da kur dohen dy parti politike se sa kur bohen ma shumë. Së është e vërtet, absolut hiq. Hiq së është e vërtet. Sepse këto tri parti, 4 asajnë i ka zgjedh populli. Populli si ka zgjedh vetëm dy parti. Sepse me dasht, populli kishë votu vetëm VV-n edhe LDK-n. E jo PDK-n edhe AOK-n. Plus. Po mos e bo ma e keq, mos e bo një ma të keq se lista sërbe. Mos shkonin rrugën e listës sërbe, o Bedri Homza. A je burr, a si je burr o burr. A më në vendos veta jo, apo vendos dikush tjetër për ty. O shturpi botës, qa e ka bon. Kimera me fjallë tua, qa e ka fol kimera. Në to, shkojna miq. I ka numrat, ata kanë pas negociata, ju bilet dini është ka qenë praktikë në kalurën, kur ka pas negociata për marrëveshje, po le tretë. Dërso ka përfundue negociatat midis dy palëve që janë të negociu nuk është përzi. A moj ty të kanë thirë s'ke dash me shku. O një rand, mos dezinformo, tregoj popullit ta mund qysh është. Ju ka thirë juve, ju ka thirë Ramosh Haradinën, ka thirë LDK-n. Kështu që mos dezinformo, se s'lom, oj pa ftyrë, për foli me keqardhje, oj pa ftyrë, mos dezinformo. Po shkoni në parlament e votoni, merr në vesh, votoni, esni për para, se i knaq shkijet. Se dhe lista sërbe, po kesh, u knaq të kesh me juve. Moni se tërp që ani ka bëni. Ju po ja bëni që e në Beogradit, respekt. Vazhdoni se mirë e keni. Nuk e ka prish rënien e negociata. Prandaj i kanë numrat, e kanë gatishmërinë, e kanë mundësinë. Po njeri smut, i kanë numrat, i kanë për kryetar, i kanë numrat për qeveri, i kanë, shumë e vërtet, po si kanë për president dush me konë jurë, prezent salë, edhe me votu presidentin.
Apo kupton? Këto ti i gënjen ata njerëz të tu, partinë tonë, po jo neve. Apo ata s'mund me gënyu, ata e din. Po ata ty të kanë qitë të për me gënyu ti. Ti mi hangër shamet e tyne, fimet e tyne, ti mi hangër. Po bo në burë në herë vëlla. A vesh pantolla, fostona, sa vesh të e burë? Që s'po të kuptoj. Dil vendos vetë. Po, jo me të kapë dikush për veshe. Jo me të ngresh zhagas dikush. Qështu thuj se PDT. Është turpi i botës, ku ka rritë PDK-ja. E tani po thoni valla, jo po na sulmojnë, jo po na thojnë kështu, jo po na bojnë kështu. Sulmojnë njerëz. Si rran, si shtin, si s'punon për shtet. Njerëz të ofendojnë. Unë s'jam për ofendim, nuk du me ofendu kërkon, as ofendoj kërkon, as jam për ofendim, boj thirrje për mos ofendim, absolut, se s'na qenë kërkon. Ama unë boj thirrje edhe nga ona juaj, edhe ju mos më ofendue, por me punu. Unë boj thirrje edhe ju mos më rajt, po me punu. Me shku në qeveri, aty më ungjë, me thonë po Albin, hadi këto, Albin baba, i ke marrë votat bravo të kovët, që të kondush president, na e votojmë. Por Albini edhe këto s'pëton. Po thot president konstitucional, nuk po do të vetën. Se kini akuzue tri venet kyqe, tri venet kyqe, që s'pëjdone, kryeministri pëton. Kryetarin pa e vjep, kryetarin e parlamentit, më thonë, presidentin konstitucional, ose presidentin, që po thoni ma shumë. Qa po tani ma shumë o faqezim? Tregoj e popullit, qa po tani ma shumë? Ku dëni me ju kap tash? Spedoni presidentin. President konstitucional. Po ju as konstitucional nuk pedoni. Unë nuk e di qa po tani jo. Po dëni jo vetë me pas t'juvin. Ashtu s'ka. Ashtu forconi, edhe shkujmë zgjedhje prapë. Shkujna meq. I ka zëmë në këtina kush është kë. Nuk është në diskrecion, nuk është në vullnet të asë një individi, të asë një subjekti politik, me u vendos bi kushtetutën, nuk ka se. E tash miq të dashur, të ngojmë çka thëke para këtyre zgjedhjeve. Këtë dyftërsh. Se unë e di që politikanët rajnë, po me rajnë kështu është i qare burë. Ky kujton që arkivat nuk jesin. Ngo Bedri Homza, o dyftësh se çka ke thonë, zgjedhjet e tjera, zgjedhjet e kaluara. Juhet, A jeti çtu? kështuot kuvendi, krijohet qeveria, nuk ka marrëveshje politike, dhe vjen e diskutohet për presidentin, ose presidenten, as që bisedojnë. As nuk bisedoni fare, as nuk bisedoni. Gjithë s'ka duhet ndodh pa u formuar qeveria. Pa u formuar qeveria. Për presidenti duhet vendoset pa u formuar qeveria. Pa u formuar qeveria. Presidenti duhet të vendoset pa u formu qeveria. A peshe o dyftësh, e ta pse pedon tash mas pari me formu qeverin, e jo presidentin? A ma trapaz? Pse ta çka bu, çka ndodhe, çka rutullu? Ka e popullit, jo mu, se unë e di. Po ka e popullit. Pse ndryshove, çka të gjetë Bedri Homza? Po çfarë arsye ndryshove, lo? E që kjo mi që është që para dite kështu, e mas dite dhe kështu. Me qërë çfarë karta nuk për të këja. është turpi i botës. E ju dini, e blokoni parlamentin. Ju dini, e blokoni parlamentin. Po sigurisht që aku kryeministër, për bes asë një rrugë nuk jam fshadhon. Deri sa ti shformu qeveria edhe presidenta. Apo presidenti. E ju boni sa doni rrugën e merrni. Sigur me konë punë, boni qa doni. Keni gjithë bravo i koft. Se po të isha konë kryeministër, i shakazu që kishit marri rrugë. S'po i vjen turp
Nuk po vjen turp me dal me rajt ashiqare. Gjithë ky burr. S'po vjen turp poshtë zoti Bedri Hamza. Nuk vjen turp pa burr me dal me rajt para kamerave burr. Po sa ftyra e kibre njëri. Sa ftyra e kibre Bedri Hamza. A je normal të jo burr? A je normal me dal me rajt para kamera ashiqare? Para dite kështu, mas dite kështu. Për këtë arsye, jeni ku jeni. E kur s'keni me dalë për këtujt, veç keni me shku të Iran. Për fat keq. E për fat mirë të Kosovës. Se njerë si kur jo, rranca, këtë aspekt si kur ti, personal. Rrancë si kur ti, nuk i duhet Kosovës. Mashtrush si kur ti, nuk i duhet Kosovës. Dyftysh si kur ti, nuk i duhet Kosovës. Nga ana ime ti mirë meq. Ti mundesh me konë njëri maj mirë, njët private, s'ka diskutim. Po për politik, je shumë njëri keq. Je shumë njëri keq. Je një mashtrus shumë i madh. Je një rrancë, një matrapas shumë i madh. Në politikë. Mishtë të dhoshe, Zotë i rujtë, kjo është e vitje për sot, mirë po është e vitë radhës.